Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ili Proda, ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me drejtuesit e lartë të policisë për të përcjellë porositë dhe masat që synojnë përmirësimin e shërbimeve dhe garantimin e rendit të sigurisë gjatë një periudhe të ngarkuar për vendin. Në fokus të këtij takimi ishin mbyllja e fushatës elektorale, procesi i votimit, aktiviteti sportiv ndërkombëtar dhe samiti i Komunitetit Politik Evropian, që do të mbahet me 16 maj në Tiranë. Proda kërkoi që strukturat e policisë të jenë në krye të detyrës dhe të kalojnë në shërbime të përforcuara për të përballur sfidat e javëve në vijim. Jemi përpara disa sfidave shumë të rëndësishme për imazhin e vendit tonë. Ndaj, kërkojmë me shumë angazhim dhe përkushtim nga gjithë secili, që t'i përballojmë me sukses dhe të përligjim besimin e qytetarëve. Drejtori i përgjithshëm theksoi zbatimin rigoroz të ligjit dhe të detyrimeve që rrjedhin nga kodi zgjedhor, duke qëndruar të paanshëm përballë subjekteve politike dhe duke reaguar me profesionalizëm për çdo konflikt apo shqetësim, sado i vogël të duket. Ai kërkoi bashkëpunim të ngushtë me prokuroritë për trajtimin ligjor të çdo problematike dhe përdorimin e inteligjencës policore për të parandaluar dhe goditur krimet elektorale. Një pikë e veçantë e masave lidhet me sigurimin e mundësisë që edhe vetë punonjësit e policisë të mund të ushtrojnë të drejtën e votës, pavarësisht angazhimit me shërbimin. Në pikat kufitare, Proda kërkoi masa për të lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve, si dhe rritjen e kontrolleve në kufirin njëshil dhe në automjetet që kalojnë kufirin, për të parandaluar krimet kufitare. Drejtuesit e policisë në Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Vlorë janë udhëzuar të koordinohen ngushtë me departamentet e rendit dhe sigurinë, policinë rrugore, Akademinë e Sigurisë dhe Policitë Bashkiake, për të garantuar zbatimin korrekt të masave, me qëllim që Giro d'Italia dhe Samiti Evropian të zhvillohen në kushte të sigurta.